Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Po ju prezantojmë horoskopin humoristik për ditën e nesërme, 13 qershor 2026. Dashi, sot do të ndiheni si shef, edhe pse askush nuk ta ka dhënë atë detyrë. Do japësh këshilla gjithë ditës dhe në fund do të harrosh çelësat e makinës ku i ke vendosur. Kujdes me impulsivitetin, sidomos para frigoriferit në mbrëmje. Demi, ju jeton se sot mund të fitosh një debat që po e bluan në kokën tënde. Këmbgulja jote është e admirueshme, por ndonjëherë edhe Google dorëzohet para teje. Një ëmbëlsirë mund të jetë shpëtimi emocional i ditës. Binjakët, sot do të ndryshoni mendim aq shpesh sa edhe telefoni juaj do të kërkojë për ditësinë. Dikush do të pyesë diçka të thjeshtë dhe ju do t'i jepni një përgjigje me 5 versione. Mos u habit nëse qesh me veten tënde sot. Gaforia, emocionet do të jenë si seriale turke sot. Shumë episode dhe pak qetësi. Do të kujdeseni për të gjithë. Por në mbrëmje do të pyesni veten, a kam ngrënë bukë sot? Një mesazh i papritur mund të bëjë të buzëqeshësh. Luani, sot do të shkëlqesh kudo që shkon. Problemi i vetëm është se mund të mos ketë mjaftueshëm publik për ta vlerësuar spektakli. Mos e merr personale nëse dikush nuk të artroket hyrjen tënde madhështore. Vjegjeresha, do të vësh dhe gabime që askush tjetër nuk i sheh. Mund të rregullosh diçka që as nuk ishte e prishur. Profesionizmi yt është i admirueshëm, por leri njerëzit të vendosin edhe jastëket pak shtrembër. Peshoria, vendimi më i vështirë për ditën e sotme mund të jetë kafe turke apo ekspres. Pasi kamarieri ju vjen për herën e tretë, ju i drejtoheni. Ju lutem, një gotë ujë. Mundohu të mos kërkosh mendimin e gjithë botës për çdo gjë. Akrepi, intuita juaj është aq e fortë sa të mund të kuptoni se kush e ka ngrënë ëmbëlsirën e fundit nga frigoriferi. E megjithatë, mos u bëni detektiv për çdo detaj. Çdo status në rrjetet sociale është kod sekret. Shigjetari, sot keni dëshirë për aventura, por buxheti juaj mund të sugjerojë një shëtitje deri tek dyqani i bukës. Gjithsesi, humori yt do të çojë më lart. Kujdes me batutat, jo të gjithë janë gati për to. Briciapi, do të jesh aq i fokusuar tek puna sot sa mund të harrosh pse hyre në kuzhinë. Objektivat janë të rëndësishëm, por edhe pushimet ekzistojnë. Një kafe shtesë nuk konsiderohet strategji afatgjatë. Ujori, idetë e tua sot janë aq origjinale sa edhe ti vetë do habitesh me to ujor. Problemi është t'ua shpjegosh të tjerëve pa përdorur 5 teori dhe 3 vizatime. Mos haro, jo të gjithë mendojnë në 4D. Dhe arritëm tek peshqit. Fantazia juaj do të jetë në nivel rekord sot. Mund të krijoni histori të tëra nga një fjalë mirëmëngjes. Ëndrat janë të bukura, por bëni mirë të kontrolloni edhe njoftimet reale para se të nxjini përfundime. Dhe mbyllim me këshillën e yjeve që na japin për ditën e nesërme të dashur. Hëna sugjeron të qeshni më shumë me veten dhe më pak me faturat. Fati favorizon ata që nuk marrin diçka shumë seriozisht. Një buzëqeshje mund të jetë superfuqia juaj më e madhe në këtë ditë. Ju faleminderit, na bëni like dhe subscribe.